Është shënuar sot dita gështënjes në komunën e Deçanit me një aktivitet të bashkëorganizuar nga dy strukturat e Aleancës për Arminë e Kosovës në Deçan, gjithsesi nga Aleanca e Gruas dhe Aleanca e të Rinjeve. Në qendër të qytetit 9 kandidatët e listës së AK-s kanë dhuruar gështënje për kalimtarët të rastit. Këtë aktivitet e ka përshëndetur dhe kryetari i komunës së Deçanit Rasim Selmanaj, një herë është kryetari i degës së AK-s dhe kandidat për mandatin e dytë për kryetar të komunës. Kryetari i AGK-s në Deçan Hane Lekaj Berisha tregon për motivin e organizimit të këtij aktiviteti. Mesazhi shkon për të gjitha nënat motrat, gratë e kësaj komune se po të duan të jenë zë i fuqishëm në asamblen komunale, që jeta të bëhet më funksionale për të gjitha femrat komunën tonë, ta ngritin zërin, zhvillojnë aktivitete, natyra na i ka kriju të gjitha kushtet dhe resurset që në Deçan zhvillohet turizmi edhe bujqësia. Unë shpresoj, besoj edhe jam e bindun që këto janë dy kryesore, cilat kanë me sjell rezultate, kanë me sjell punë më shumë, kanë me sjell një të ardhme më të mirë për gruan deçanose. Edhe Zeq Malaj, kryetari i Aleancës së të Rinjeve në Deçan, thotë se dita e gështënjes ka qenë një motiv për të prezantuar kandidatët e Aleancës për Arminë e Kosovës për Asamble Komunale. Ky aktivitet simbolizon ditën e gështënjes, që ky aktivitet është organizuar nga Aleanca e Trive të komunës në Deçan, në bashkëpunim me Aleancën e Gruas, që simbolizon ditën e gështënjes. Ky aktivitet është organizuar në kuadër të fushatës zgjedhore komunale 2013. Ndryshe tash sa vite në komunën e Deçanit manifestohet dita e gështënjes, këtë vit me që ndodhemi në fushatë elektorale, AGK-ja dhe ARK-ja shfrytzuan edhe për të promovuar kandidatin për kryetar të komunës, Rasim Selmanaj, dhe listën fituese të Aleancës për Arminë e Kosovës.